Industria gjermane pritet të regjistrojë stagnacionin në rastin më të mirë në vitin 2026, tha shoqata e industrisë BDI, duke paralajmëruar se kostot më të larta të energjisë, rreziqet e zinxhirit të furnizimit dhe dobësisë strukturore të brendshme poshtojnë presionin mbi ekonominë më të madhe të Europës. BDI uli perspektivën e saj pas një fillimi të dobët të vitit dhe tha se konflikti në Iran kishte shtuar rreziqet e reja, duke përfshirë energjinë më të kushtueshme, presione më të gjera mbi çmimet dhe ndërprerjen e transportit detar dhe logjistikës, që nga viti 2022 prodhimi industrial në Gjermani ka rënë çdo vit, por 2026 ne nuk presim më një rrimëkëmbje, por stagnacion, tha shoqata. Sektori prodhues i Gjermanisë mund të tkurret për të 5 vjet të radhës nëse ndërprerjet e transportit detar vijojnë. Prodhimi industrial mbetet shumë poshtë niveleve të mëparshme dhe shfrytëzimi i kapaciteteve është vetëm pak mbi 78%. Dobësia e Gjermanisë ishte kryesisht strukturore për shkak të kostove të larta të punës, taksave, burokracisë dhe energjisë që kishin ngërryer konkurrueshmërinë e vendit. Shoqata i kërkon qeverisë të bjerë dakord deri në verë për një paketë të gjerë reformash për të nxitur rritjen dhe investimet, duke përfshirë lehtësimin e taksave, stimuj të besueshëm për investime dhe më pak burokraci. BDI gjithashtu bëri thirrje për administratë publike më të shpejtë dhe më digjitale dhe tha se politikë bërësit duhet të shkojnë përtej përgjigjeve afatshkurtra ndaj krizave.